Falni shok, falni. Shoku Arjanit. Ju si sekretari par jeni mendjeni se ne për vështirësitë dhe pengesat që na krijohen nga kjo blokadë e egër. Unë desha të them se ne të gjithë shok duhet të mendohemi se kjo punë ka shpenzime të mëdha, edhe po dështuam. E drejt, edhe kjo duhet menduar. Por kjo nuk duhet na pengoj që me guxim dhe besim në të ardhmen të hidhemi edhe në fushat tjera ku nuk kemi eksperiencën e duhur, apo jo? Por ju, shoku Hasan, tani, pas kaq orë debatesh, çfarë mendimi keni? Unë qëndroj në mendimin tim të parë. Projekti grupit inxhinier i lirit me duket një rrugë pa kry. Kjo mu më shqetëson. Të shqetësohesh është një gjë shumë e mirë. Veç se kam një pyetje. Kush e filloi shfrytëzimin e naftës i parë në vendin tonë? E kush nuk është marrë me shfrytëzimin e naftës në Shqipëri? Anglia, Gjermania, Franca, Italia, e tjerë. Shumë bukur. Atëherë që pengonte ata për të nxjerrë naftën nga gëlqerorët? Nuk po ju kuptoj. Çfarë doni të thoni me këtë? Dua të them shoku zëvendës ministër se po të kishte naftë në gëlqerorët, do e kishin nxjerrë para nesh. Harruat në kryesorën, shoku Hasan. Në atë kohë ideja e naftës në gëlqerorët pothuajse nuk njihej fare. Atëherë shtresat karbonetike në gjithë botën konsideroheshin shtërpo. Mirë, po mas luftës dytë botërore, gjeologjia e naftës e kishte zbuluar tashmë sekretin e naftmatjes në gëlqerorët. Apo jo shoku i tjerë? Po, kështu është. Qindra specialist huaj punuan disa vjet tek ne. Pse nuk tentuan të kërkonin naftë në gëlqerorët? Atë e din ata. Ne e kemi të qartë tani, se ata kurse si nuk donin që ne të ishim një vend i fortë industrial. Ata e dinin që gëlqerorët tanë kanë naftë, por nuk donin që ta zbulonin ne. Ata çpuan në gëlqerorët. Ju këtë e dini mirë. Po shoku sekretar. Ata çpuan për të gjetur strukturë. Por as naftë, as strukturë nuk gjetën. Nuk gjetën as njërën as tjetën, sepse çpuan atje ku nuk ishte vlerë. Ata çpuan pusin 603 në një prerë gëlqerore të hapët. Ata e dinin mirë që duhet strukturë karbonatike me mbulesë prej flishi që të mund të gjendej nafta. Këtë e kanë shprehur edhe në një relacion të tyre. Dhe megjithatë ata vepruan krejt ndryshe tek ne. Si ta quajmë këtë veç se sabotim? Ata kishin qëllim të ishin vasal të tyre në çdo gjë. Kur ti ishe kaq i bindur koleg, pse nuk ju kundërvura atyre qysh atëre? Atëre të thoshe që ngëlqerorët tan ka naftë. Po, si tu them shok. Me qofse nuk e bëra atëherë, duhet të hesh tani. E para unë isha gjeolog fare edhi. Dhe e dyta nuk më shkonte mendja kur se ata do të arrinin deri këtu. Se po ta dija, do ta kisha patur kurajan ta thosha. Por ne sot e kemi pis me naftën. Në këtë rrethim të egër bujqësia do naftë, mbrojtja do naftë. Nafta është gjaku industrisë. Dhe në të gjendje unë mendoj se kërkimi i naftës në gëlqerorët është i domosdoshëm. Mire dhe inxhinier, nevoja bën njeriu të kërkojë. Kush ka hall, qanë edhe gurin. Dy janë rrugët sot për kërkuar naftën në vendin tonë. E para ti drejtohemi thellësisë. Këtë e propozon inxhinieri i Liri. Kurse tjetra, të përhapemi në sipërfaqe të reja që ne i njohim mirë. Këtë e propozon inxhinier Hasani. Le ta shikojmë problemin më thjesht. Në që thellësi do t'i kapim gëlqerorët? Që të çposh në këto thellësi duhen sonda të rana që ne tani për tani nuk i kemi. Ku do t'i gjejmë këto sonda? Sipas kontratave, materiale që kemi porositur duhet kenë arritur në Durrës.
Vetëm në vaporët kinez po punohet. Tu një tjetër. Një tjetër. Jemi nga naftë. Ju kanë ardhur porosit tona? Një minut. Si? Iku dhe tjetri. Nuk pranoj të shkarkohet. Në djallë të vej. Po flisni më shok, ka ardhur gjë për naftën apo jo? E çfarë të them? Që të gjithë këtë pyetje më bëjnë. A ka ardhur gjë? Asgjë nuk ka ardhur. Vapor sa vini erin këtu e nuk shkarkohen, disa tjerë ikin. Skurtursi nuk është më këtu po. Asgjë nuk shkarkohet. Po kjo është poshtërsi. Ka kontrata shtetërore apo nuk ka? E ku pyesni ata tani për kontrata? Ata si duan t'ja din fare. Ata duan të na gjunjëzojnë me blokadë. Do më thënë filloj. Atëherë ko që i presim edhe ne materialet tonë. Nuk ka për të ecur, jo. Kështu para shok. Nga studimet shkencore që janë bërë, del se nafta që marrim sot nga ranorët është sekondare. Do më thënë huazuar. Pra, vend grumullimi kryesor i saj kanë qenë gelqerorët. Dhe këtu duhen kërkuar rezervat kryesore. Do me them ti inxhinier thua se qenë ka shtryrë guri dhe kanë ngopur si çunjërrën. Sa metro thellë i ka rënjet kjo nafta e gelqerorëve të marrë birë? Po 2400-2800 metra. Thellë qenë ka thellë. Puna e parë është, a në mbushet mendja t'i përvishemi gelqerorëve. Dhe e dyta, a i arrim dot me këto makineri që kemi? Se e pa me sy tanë durës shmund presim nga të huajt. E kemi son të vjetër këtë tonën. Kam frikë se nuk e ha dot këtë thellësi. Tërë si madhë jam i kaqë. Bukur, le të mbështetemi në forcat tona. Në krah tanë shok. Unë jam që t'i futemi gëlqerorëve. Ti futemi gëlqerorëve. Mirë, le t'i futemi gëlqerorëve, po me ranorët sikur jemi mëlsuar një të tëra. Po inxhinier të tjerë, se kanë peshuar këtë mendjen tënde o birë? Kemi biseduar Xhamuqo, dhe unë kam mendim të kundërt, sepse duhet jem gjithmonë realist. Mua më pëlqen të shoh mirë vendin ku ve këmën. Për mua mbase është më mirë, vazhdojmë ashtu siç thot inxhinier Hasani. Kështu më thot mendja.
por zemra më shtojnë për tjetër. Ke parti. Dhe në Arabistan kanë gjetur naftën ta. Dhe po ta marrë mira ta marrë. Nëse stani Arabit ka gjetur, që keqe ka stani shqiptarit, që të mos e gjaj sa ta thallë tjetë. Thoni partisë shokë, se prestap të lame Shahinit, ne do t'a bluajmë këtë bereqet. Ora po do të shkrihemi, do t'i kapim Gëlqerorën. Do t'i hamë Gjergji. Patjetër. Do t'i ham kur t'i ham, shokulame. Se për pajisjet nuk përgjigjesh ti. E në kuris të tjetrit pesha nuk dihet fare. Po ta provojmë Premiktaj, çet mos e provojmë. Po mire ka lënë, ta provojmë. Është e vështirë, por jo e pamundur. E në qoftë se ti shoku Mitaq nuk do t'i hapësh të lashe vetes, kjo është tjetër punë. Unë jam me Xhalamen. Unë shok, nuk kam asnjë vit një projekt tek juve. Prandaj në gabofsha, korrigjoni. Unë jam i projektin e grupit të Ilirit. Më gjatë nuk di çfarë të them. Qofsha i gabuar. Kolektivi le të më gjykoj. Por do të ngelemi në balt dhe do të tërpërohemi si asnjëherë. Dhe këtë nuk na i fal njëri. Ore pa naftën ne nuk vdesim. Por po nuk e patëm na lidhen duart. Prandaj duhet bërçmos për ta gjetur. Lumt goja, s'kem do. Lumt goja, brigadier. Do ta shpojmë pusin e Gëlqerorëve se s'bën shok. I premtojmë partisë se ajo që kërkohet nga ne do të bëhet. Vendi ynë nuk ka lejuar të trajtohet si vend i varur satelit. Gjatë ekzistencës së tij 2000 vjeçare, vendi ynë është gjendur shumë herë përballë armiqve. Luftës si imponuar, populli ynë nuk ishte shmangur dhe armikut i ka treguar gjithnjë vendin. Lam shënimin e ditës. Dhe tani po japim muzikë të lehtë. Të kam parë shpesh në filiale. Edhe unë. Jap vizatim në rrethin e mbrëmjes. Sa mirë? Pse? E kam fisk me vizatimin teknik. Të vjen dhe nga shkolla, do ndihmosh? Si të duash. Po ky kaçatori bukur ç'është. Ma ka falur një nxënës. Të pëlqen? Shumë.
Fillojmë djem. Shturove do të pa ardhur inxhinier. Për e mirë që erdhe. Aha. E që pata ky lamje Gjamuqa. Punon ati në majtë të kullës dhe ngobet me det dhe me ajër të pastër. Si kur t'isha dhe unë atje. Po në gjitu, more birë, kush të ndalon? Në gjitu. Ides vajza, lej. Mirë, hajde vajza. Mos m'bafshin syt ka që kërani një të. Ka sëm poga. Shpresa. E gëzosh, pas ke emën në gjyshës time. Prap daltat të haj, treki të haj. Më duke se do të detyrohemi të pezullojmë çpimin. Si? Nuk kemi dalta më. Formacionet atje pa kapur akoma në gëlqerorët janë të mërësisht të forta. I hanë daltat si kur t'jenë prej gome. Çdo më thënë kjo? Jeni në fillim dhe pariqoni veten fare. Duhet luftuar, mitaq. Të luftojmë, drejtor. Po me se? Nuk e besoj se të kanë treguar shokët më thua shto fjalë. Kam përgjegjësi unë, drejtor, ndaj flas kështu. Shpimin e pusit ne nuk do ta pezullojmë. As tek ju, as tek pusit e tjerë që do fillojnë kërkimin në gëlqerorët. As një ditë nuk do të pezullojmë. Do të gjejmë edhe rulet e rinj. E dinja që kishit rezerva. Nuk kemi mitaq. Por do t'i tërheqim nga D14-a. Si? Të pezullojmë D14-ën? Kjo nuk duhet ndodh në asnjë mënyrë. Do të bëjmë gjithçka. Vetëm pusin e gëlqerorët do ta çojmë deri në fund. Dhe këtë do ta bëjmë për inat atyre që presin të trekasim derë dhe të kërkojnë falje. Apo ç'është ajo? Pezullohet të karambullia. Shumë mirë mas ka thënë. Po mirë. Do me thënë kjo është dalë të dalë jashtë përdorimit. Kurse kjo tjetër është modifikuar sipas propozimit tuaj. Po. Mendimi mrekullueshëm Skënder. Që do i thujën dhe më të shpejt? Nuk ka rezistencë, inxhinier. Shkojmë. Ku? Në uzinë. Tu themi të përgatisim metale për mbushjen e dhëmbëve të rulave, që tu rezistojnë më tepër formacioneve më të forta. Shkojmë. Shkojmë. Diellin e zgjoni me këngë në gojë, ndaj me të.
Ere në shije tufane punoni dhe sa të kur lodhëm ne kurat e larta që ngrihen drejt qiellit për botën tonë janë pjesë sal kënga e jotë fontana e zemrën shpërthen për ju o nga të thaj. Të pëlqen? Bukur këndon mësusja. Bukur. Po shpresa s'pas ka ardhur? Nuk e di. Jeni simbol i guximit i forcës edhe të dashur si jeni më pak ishtrini duart në zemër të tokës se për atë nafta është gjatë, kurat e larta që ngrihen drejt qiellit për botën tonë janë pjesë saj. Kënga e jotë fontana e zemrën shpërthen për ju o nga të Për e mirë që erdhe për bërë punën prodhuese me ne. Si, ke ardhur trisht një muaj me ne dhe mua nuk më thegje fare në shtëpi. Se mos me pyet e baba. E më i uruar, do të punosh se rrot janë kë? Çuna, po ju sjell një lajm të gëzuar. Drejtori vendosi të na jap 2 rula të rinj nga D14. Të lumt i tërhoqëm. Tani fillojmë punën me to. Ata rula ke siguruar, Vitac. Si ora që nga vonuar. Gjithë një kështu, asnjëherë nuk sjell lajme të gëzuara. Po kur i thoj? Mbrëm në turnin e natës. Na telefonoi drejtori. Punon Daltajon, punon. Patjetër që punon Ulame. Është dalë të jashtë me re fringo. Me zia çvata drejtorit e kupton. Punon me taç vëllai, punon. Punon Daltajon. Si? Çka ndodhur, inxhinier? Çka e kështu? Keq e kemi. Karotashin e të dhëna se nga 1530 metra thellësi ka filluar devijimi i trungut të pusit. Deri tani kemi një shmangje për 8 gradësh. Si, 8 gradë? Po vazhduam kështu ky devijim do të rritet shumë. Dhe nuk do t'i jasim dot gëlqerorët. Qanë kemi keq. E dija unë që kështu do ndodhe. Ja dhe dalta juaj. Marr karoskop. Mbyllë gojën. Ja, e mbyllë. Po pusin a bën të fala. Janë miliona. Një tjetër inxhinier. Aty është inxhinier Petriti? Aty.
Si? Ka keq që nga puna? Duhet japim dum këtij halli. Unë them të provojmë variantin e inxhinier Petritit. Do t'ulim ritmet e çmimit, por do të kemi trungun e pusit në zap. Dhe zvoglojmë këndin e devijimit. Shumë mirë. Ale urdhon. Si urdhon, unë jam shokomisë. Çmimi i pusit vazhdon me regjim të lehtësuar. Për shkak të këndit devijimit, shokomisë. Si urdhon. Sipas propozimit të inxhinier Petritit. Patjetër. Më vonë do të njoftojmë përfundimin, shokomisë. Ditën e mirë. Ç'thot ministri, shoku drejtor? Është i shqetësuar. Ka se mos pusi më vonë bie në avari. Devijimi mund të korrigjohet, por Ju, inxhinier, deri në fund mbeteni në tuajin? do isha i lumtur sikur të ndodhte ndryshe. Jepi! Si duket? Folë pra, çfarë pret? Durim, prisni pak. Kabli ngrej përsëri lart. Më ngadal. Vazhdo. Ulja e këndit devijimit ka filluar. Deri tani është paksuar nga 8 në 4 gradë. Ama të lumë. Hajde, Olame! Kushtë usho? A jep mos oj. Kalzon! Urdo. Baba! Kushtë tjetër? Hajde, Sa ka sërpëtit? E shpëtuam pusën, shok. Me të vërtet e shpëtuam. Kur të ulim kolonën e parë teknike, atëre shihet punë. Nuk kalon gjithmonë kalin në nur. Ale me astot pastaj. Shoku Petro, nuk kemi. Merë veshi, nuk kemi. Që të jap asta, ty duhet prish kompletin e pusën e tjera. Shoku Petro, e para pusi ju në shtithell dhe si ngjana spak me të tjerë. E dyta ne patëm devijim dhe na duhet të ruajmë regjimin e lehtësuar. Astave tona u janë prishur filetët. S'mbajnë fare, ç's gjatë kaq shumë. Që thoni të gjithë ju. Nuk diu. Ja pre ku i ke, ja pse bësh kaq gopsek. Ja ku i ke, ja. Ore, nuk luj dot me madhin e popullit. Shiko sa pak asta të reja që kemi. Dhe pastaj s'marr vesh janë gjithë ato astat vjetra atje. Këto dhe të tjera si këto, do t'i sjellim këtu për rigjenerimin e filetove të tyre. Ky është propozimi i punëtorëve. Të ku drejtor janë me zarar sa të vjetra. Kështu trembe dhe me rulet i mita gjilaj. E po? Dalë që më faqe bardhë. Grije! A thua do përballojmë këto fileta një numër kaq të mall manovrash? Jo vetëm maq, por është llogaritur që ato të mbajnë deri 250 tonë. Ule! Edhe pak! Ashtu!
Ç'ke? Po kishin asa të reja nuk do shqetësoj. Janë mira metro linear që shpëtuanin gjinja. Ky është një kursim kolosal. Atere, gati shok të fillojmë çpimin. Po mbajnë fileto tona, Skënder. Mbajtën për nder. Gjaja, Mustafa, eja pra në tamba, dhe kam sjell nuse të ra. More, për çdo të ju të rallak atje? Ty planet. Po kjo q'desh? Do që të cimentojnë i bashkë. Ktheje, thuaj të vejnë punë saj. Është vend për gratë këto. Sigur nuk po të pëlqen ty. Ore. Të erdhi nena më duket. Shkoti se muqo ka rrezik ta kthej nenën në shtëpi pa ja pranuar gostitë. Ja njohën kokën e tia. Shpirti i nënës. Harrove se ke ditëlinjen sot? Ku të vete mendja dhe ty, moj nën. Hap një sytë djema. Shpejtojmë vidhosjen e tubave se po kalojmë devijimin. Si urdhon? Kape Gjergj. E çfarë ere që po vjen? Më duket se do të kemi shi të madh sonte. Të mos qep bllokimi i tubave kishim për të mbaruar me kohë. Po, po. Shko merë buqamat për shokët dhe për mullimin e qimendo, se na mbyti shiu. Sobol, qojnë anë shpejt e këlloma jo. Ikë se mos laki. Zhruje mos të ftohesh, Biro. Frimat e nënës. Pje qajnën sa është i nxe. Sa vështire kanë ndjenë tonë sonte, mëjnus. Jo, mojnën. Tani nuk është asgjë. Të shikosh në janar se ç'bëhet këtu. Pse nuk shlodhen pak sa pushoj kjo stuhi? Po ti mos u bëj merak, mojnën.
pije çajin dhe ai të flesh se dhe inxhinieri mendjen te kjo dritare e ka. Kum flihet mu sonte mojnuse. Ja, po e shuaj dritën që të kujtojnë se mëzuri gjumi. Natën e mirë. Natën e mirë. Kur i lirë, pret nënat, do të shqetësohet. Jo, inxhinier, mos u bëj merak. Është koske fort Marta jo. Si e për kështu i lirë, ta shti as nëna s'ka për të njëtur më. O vetëm më mirë, je për lugat për tremur kalamajt. Zogë ku më qënë ke, rih më rritura, e more. Tani jam i qetë, kolonën e siguruam. Ama cimentim i rëndë që, ka vite që nuk kemi bërë cimentim të tillë. Hey! U bafshin 100 vjeç i lirë. Suar i lirë, me nusa i lirë. Hani dhe pini nga gostianën marës. Gëzuar e lirë. Po pse pas ke pas ditëlin e lirëve s'ta ke thënë? Hajde gëzuar! Hajde gëzuar i lirë, qindra vjete! Gjamuqo, dasëm të liri duam nga i shishe se cili. Sa duash. Gëzuar e lirë. Hajde, me tash Gëzuar edhe për cimentimin edhe për i lirin. Ta pim këtë gotë për shëndetin e klasës punëtore që i theu dhëmbët blokadës revizioniste. Lam të miron motre re, lam të miron në pape, lam të miron motre re, motre re. Kishe dhe gruan ti sot këtu. Spiti plaka sot, pa t'ishte këtu dhe t'pëshit.
avancojmë para, Skënder. Duket kemi rënë formacione shumë të forta. Mos kemi rënë ato dregjëra në orë të plishit, se ato janë shumë të tmerrshme. Shumë zhavor po del, të bëhen duar gjak. Çdo zgjoje inxhinieri Liri. Po shkoj unë, Gjergji duhet këtu. Kurse mua me këtë palë avancim që po bëjmë ka rrezik të më zerë gjumi. Miro la me nxito. Ja, Skënder. Më në fund ja hëngrëm kokën. Mos ashtu se do të toptosh duart. Padale. Po këta janë gjeqërorë. E kuptoni apo jo? Përse nuk me zgjuhet më përpara? Ishe i lodhur i gjë. Që kam lodhur unë? Po ju. Mirë atëherë. Të ngrihet manovra lartë dhe tullet karocieri për marrjen e kampionit. Ditë e bukur sot. Oh, të thresim edhe karatazhin për përpunimet elektrometrike. Më duket se ti pretonikën inxhinier, lëre karatazhin. Ku të vete mendja Gjergj. Gjete kohën të bësh shaka. Shok! Projekti grupit inxhinieri Lirit është një rrugë pa krye. Kampioni nuk ka asnjë shenjë nafte. Nuk duhet ta humbasim shpresën. Po tashti çfarë do bëjmë? Nuk duhet nisemi vetëm nga ky kampion. Të tjerë që do nxjerrim më vonë do na bindin përfundimisht nëse ka naftë apo jo. Të lumë të goja. Ndoshta Sani ka patur të drejtë.
do ta vazhdoj. Falni shok, falni. Po pikërisht për këtë po bëhet kjo mbledhje e hapur partije. Për të rrahur mendimin të vazhdojmë të çmimi apo jo? Shoku Skënder, ç'qe për të bërë ne e bëm. Tani mos e teprojmë. Mua më duke se ka patur të drejtë inxhinier Hasani. Mos harxojmë kohën. Ti kështu ke folur gjithmonë. Nuk them se nuk punon, por ke frikë nga përgjegjësia. Ç'është e vërteta? Unë nuk pata besim se pusi do të arrinte në këtë thellësi. Por motorët tani vërtet nuk mbajnë më. Ka nevojë për rimont. Unë mendoj që të mos shpohet më tej. Kurse unë mendoj të çpojmë më tej. Mbi pre. A e di sa ka vajtur ky pus, more Gjoni vllajt? E di. 60 milion. Hajde të keqe, hajde. Vetëm ti numërosh do një vit. Dhe tani kërkon të varrosësh dhe miliona të tjerë. Përse e varrosëm? Çfarë varrosëm kur ne duam të gjejmë naftë? Sa duhet të çpojmë akoma, inxhinier? Sa të maj sonda? Po shok, sa të maj sonda? Ju që ditini, si është e mundur që pikërisht sot, unë përkrahi ide në grupit të lirit. Çdo projekt kur fillon të vihet në jetë, nuk është diçka personale, por diçka që na takon gjithëve. Kam kohë që e vras mendjen. Ashtu si më këshillove ti lame. Dhe tani mund t'ju them se kampioni që pash jep të presat. Duhet vazhdojmë çpimin, shok. Ne do ta nxjerrim naftën se s'bën. Apo jo Gjergj? Po. Si thua ti lame? Ta ndjejmë. Apo jo Sokol? Patjetër shoku Skënder. E shok, ç'kemi? Mirë se vjen inxhinier. Mirë se vjen inxhinier. Morëm edhe 2 kampion të tjerë dhe shenja nafte s'ka. Unë bërë analizat përkatëse. Dhe p***ti, rritet me shtimin e thellësisë. Po pse, akoma nuk I kemi përshkuar gëlqerorët? Jo, kurse si. Pusi sa pa ka hyrë në gëlqerorët. Duhet të shpoj më thellë. Elir, laborator do të tregoj çfarë poroziteti të favorshëm kanë gëlqerorët tanë. Eja. Shko Ilir, shko. Do të ketë festë edhe në pusin tonë. Mirupafshim. 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 Shok, po ulet niveli I vaskave. Shkam shpesar Shinesku. Po. Kasëm, Gjergj, lëshoni argjilë rezervë. Solucioni po unë vetë me shumicë. Po. Spani argjilën! Grej lartë asë në kuadratë. Hapni linja dhe mbylli preventorin!
marrim në sysh. Në mundove shumë, po me në fund të gjetëm. Vidir! Shpejt vishtemi! Nga kooperativistët, për shpejtësi të madhe. Po më duket se telefoni nuk punon. Si? Nuk punon telefoni! Nisu në kamp atyre. Si ullon? Shpejt, o burra! Duhet të hapim kanalin dhe të grumbullojmë naftën në Pëkpellqe. Të mos lejojmë njeri t'i afrohet fontanës dhe shpalim gjendin e jashtëzakonshme për busin. Çfarë ka ndodhur më shok? Po t'i fol më shok! Në pus shpërtheu nafta! O burra mbas meje! Të gjithë tek pusi! Tek pusi të gjithë! Gjergji! Gjergj! Çfarë ka ndodhur? E ku më dole për para të shti? Gjergj, të pyetova një herë, çfarë ka ndodhur? Sa e mënçur që je. Gjergj, Lere për ma vonë. Shok! Shoqe! Rapori për tek pusi! Alo? Alo? Drejtori përgjithshëm? Po. Në pusin e gërqerorëve shpërtheu nafta. Shoku sekretari i parë, në pusin e gëlqerorëve ka shpërthyer fontana. Si urdhër? Shoqe, vraponi të ndej! Ju tjerë të tema tanë! Bombat janë gati! Shkrini shtangët! Qamuqo dhe Asani Mizuri Gazi!
Mbulli shpejt armaturën e frenimit. Vjetrat ton naft po ikin kot. Bashku me naftën kanë filluar dalin edhe copa kurësh. Po të vlasën me armatuar shpërthej flaka. Për 15 minuta çdo gjë u shkri. Gjithaj u ku. Traktorët e në rojtë tokën që të pengojnë për hapjen e zjarit. Të hiqen makinerit dhe të pastrojnë shëshit pusit. Pjesën e parë të trupit. Të vesh atje do të kthehesh pak. Mos i ri përballë, se të bie flaka këtu. E qartë. Atëherë shok, që të përfundojmë, me atër propozimet, rezultat më të mirë mund të japë përqendrimi një sasie të madhe prej dinamiti në blok. Shpërthimi i tij do të bëjë që flaka të shuhet. Të shtrohen me njëherë shinat!
Afrohuni dhe pak! Shoku i sen, çfarë ka ndodhur? Nuk e marr vesh. Kontakti nuk bëhet në rregull. Mund të jenë kundërfije. Gardu këtë jashtë! Duhet tërhequr karroca mbrapa! Në qoftë se arka e dinamitit nuk të shpërthej në vendin e duhur, atëherë gryka e fusit do të shalet. Gjitha jo pasuri, gjitha e mundim do të shkoj kot. Duhet bërë diçka. Pa tjetër. Pa tjetër. Pas kemi shpëtuar mirë o vëllezër.
S'do vesh më dem më e uruar. Në lodhe shumë për kokë kalamajve, në lodhe shumë. Ky është vetëm fillimi për naftën e re në Gëlqeror. Apo jo i? Ashtu është shokuarin.